Filloj me pyetjen e parë. Po që nderuar, a lejohet të fillohet Ramazani duke u bazuar në llogaritjen astronomike? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Fillimisht para se të fillojmë të përgjigjemi pyetjeve të parashtuara, shizoj rastin që t'i falemderoj hoxhallarët e nderuar që na kanë zbukuru këtë vend dhe këtë xhami. Allahu i shpërblet me këshillat e tyre dhe lutim Allahun azza wa jall që Allahu t'ja kompenzoje atyre çdo mund që e kanë dhënë për me ardhur në këtë vend me të mirën këtë dunja dhe në ahiret. Po ashtu gjithashtu dhe ju që i keni përgjigj, lutim Allahun azza wa jall që Allahu që begatoje me të mirat e tij në dunja dhe në ahiret. S'ka dyshim se muaji madhështor, muaji Ramazanit, muaji begative dhe mirësive, nevojitet nga ne që të jemi të përgatitur që të fitojmë nga ky muaj. Dhe alhamdulillah, Allahu i shpërblev të gjithë ata që dhanë kontributin dhe mundin maksimal për të realizuar një seminar i tillë me shpresë që këto këshilla do të na bëjnë dobi në këtë muaj dhe të dalim fitimtar në fund të këtij muaji. Dhe unë kisha thonë një fjalë të Abdullah Mesudit. E pyetën Abdullah Mesudin dhe i thanë: të parë tonë, si e mirëpritën muajin e shenjtë të Ramazanit. Ndëgjoni vëllezër se si u përgatitshin shokët e pejgamberit Allahut, me çka u përgatitshin për ta mirëpritur këtë muaj. Abdullah Mesudi u përgjigj dhe tha: s'kishin guxim asnjëri prej tyre që ta pret ditën e parë të Ramazanit e në zemrën e tij të ketë një besimtar në sipërfaqen e tokës që e urren. Pra nuk ishin guxim shokët e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam që të hinë në Ramazan e ende kanë ngel njolla të urrejtjes të vëllezërve në zemrat e besimtarëve. Parat dhe Budugjane u pat plak dhe u pat shtrin shtratin e vdekjes, mirë po fytyra ati nuk ishtë sikur fytyra të qerve. I shkëlqen të fytyra e Budugjanes. Erdhën dashamirët e tij dhe po e pyesin dhe po i thojnë: ja e Budugjane, beso se je tash më i bukur se ki qenë. Fytyra jote sot po shkëlqen më shumë se çdo herë që ka shkëlqen. Ja Budugjane, a na tregon se si arritet ti që në momentet çastat më kritike të shkëlqen fytyra jote. E Budugjane u përgjigj dhe tha: nuk kam ndonjë vepër që shpresoj më tepër te Allahu azza wa jall më shumë se dyja. E para, kur asnjëherë se kam leju gjuhën time të mirët me diçka që s'kishte të bëjë me mua. Kur asnjëherë s'kam fol diçka që s'ka të bëjë me mua. E dyta, dhe gjoksin dhe zemrën vazhdimisht dhe gjithmonë e kam pas të pastërt ndaj vllaznive të mi. Allahu na bën prej atyre. Për Allahu na i pastrov zemrat para se të him në këtë muaj, e nëse pastrohen zemrat do ta shihni se ibadeti i këtë muaj do të jetë i lehtë. Sa i përket pyetjes se a lejohet ne që të fillojmë agjerimin me llogarin astronomëve, përgjigja është jo. Dhe nuk është përgjigja ime. Kjo përgjigje e gjithë dietarëve që kanë ra në ujdi se nuk lejohet fillimi dhe mbarimi i një ibadeti me kësaj llogarie, dhe sot do t'i sqaroj në pika të shkurtë arsyet.
Pse nuk lejohet? E para, nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur është pyet për këtë çështje ka thonë nahnu ummetun la nahsib. Ne na një ummet që nuk llogaritmi. Nuk bëjmë matematik. Pra na jena një ummet që me matematik nuk ja fillojmë dhe nuk i mbarojmë ibadetet. E dyta, arsia pse nuk lejohet që ne të fillojmë agjerimin ibadetin me llogarin e astronomëve jo për t'i nënvlerësu, jo për ta nënvlerësu diturinë e tyre. E as po të tregu neglizhencë ndaj përparimeve të tyre. Mirë po thjesht se llogaria e tyre nuk përputhet me hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar dhe na ka thonë në fund të muajit Shaban, në fund të muajit, nga se thotë muaji hënor është 29 ditë apo 30 ditë. S'ka muaj hënor 28 e as 31. E para që na i ka lecu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra kur të bëhen 29 ditë, atëra thot shiqon e hanën. Nëse lind dhe e shifni hanën, agjeroni. Pra lajmëroni se ka hi muaji që vijon. Po nëse koha është me mjegull, koha ka re, çka të bëjmë ja Rasulallah? Tha plotson e muajin 30 ditë dhe pastaj fillon e muajin e shenjtë të Ramazanit. Pra kur fillon ibadeti? Ibadeti i Ramazanit fillon sikur që fillojnë ibadetet tjera. A ban drekën ta falmi? A ban drekën ta falmi në kohën e zevalit? Kur a dili kupën e krejes, a ban? Zban. Po çka duhet? Ta noje pak. Ha? E njëjta është me hanën. A ban që të fillon agjerimi kur ta parashofin se ka lindën hana astronomët? Jo. Pse? Se tek astronomët hana lind kur të hupe. Ju e dini se hana është e errët. Dritën e merr ka dielli. Dhe ku të vjene hana me një drejtim, dielli, hana dhe toka e rrësohet krejtësisht. Tamam? Në Islam ka fillu muj, i jemi porositur në këtë kohë që të fillojmë ibadetin jo. Kur? Pritë dhe pak. Kur të fillon hana të lëvizjet e hanës që lëvizin, neve në paraqitet një hark, në tokë. E shohmi hanën e re. Hanën e re. Në Islam prej kësaj kohe konsiderohet që ka fillu muji dhe atë jo në çdo çast, po në mbrëmje. Pse mbrëmje? Na i pismi asma astronomët dhe i thojmë, a hona lind gjithnjë natën apo ditën? Jo thot, hona lind edhe në mëngjes. Bile raportet e tire çka? Thot, sot ka lind hona ora 7:15 që ka sekonda në mëngjes. Lind hona dhe në mëngjes. Pra ku t'hupe hona, ko mos duke ti që hona, te to fillon muaj hënor. Ne në Islam kur fillon? Tek ne kur të filloje të duket hana e jo ku t'hupet hana. Se disa jam i qartë. Pra kemi tre rënditje, diellin, hanën dhe tokën. Ne nuk mujmë të shohmi hanën nëse anë në drejtim të diellit, për çka se është e errët. Kur mujmë të shohmi hanën, kur të filloje të bën një lëvizje që dielli i mshon hanës dhe ne në tokë në paraqitet se hana
ka lëviz. Pra si pas kalendarit islam, si pas mësuesit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, muaji hanor tek muslimanët fillon pak më vonë dhe mbaron më vonë. Ndërsa nëse bazohemu me llogarin e astronomëve, muaji fillon më herët dhe mbaron më herët. Dhe pyetja ime ishte kështu: atyre të cilët nuk e shohin problem se nëse fillojmë agjerimin me llogarin astronome, nëse del lind hana në mesin e ditës, lajmëruan se në këtë muaj do të linde hana ora 11:15 para dreke. Pashtrohet pyetja, dhe kjo pyetje vlen për hoxhallar të cilët nuk kujdesen nga mësimet e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Ne atë ditë që ka lind hana në drek, a duhem të agjerojmë atë pjesë të ditës 1? Nëse jo, argument. A duhem të bëjmë kaza atë ditë? Pra na komplikohet çështjet. Por atë ju jeni të komplikuar dhe komplikuat dinin e Allahut, ditën kurin nuk i vëzhguat, nuk i mësuat saktësisht qëllimet e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Pa atë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka porosit që të shiqohet. Kur dale hana re, ja fillojmë Ramazanin. Vazhdojmë deri kur? Deri të shfaqet hana e re e muajit Shewal. U banë në 29 ditë Ramazanit, kur është Bajram, nuk e dim. Pile disa që ditë të thojnë, kur është cila ditë ke Bajram, o Gjafeni? Unë i thamë nuk e di. Qish mërë se di? Ato kejtë pe dim, ti mos me di. Pra na nuk e dim vetëm natën e 29 të muajit shenjtë të Ramazanit, dalmi e shiqojmë. Nëse a shfaqen ka dalën hana, është duk hana në atë vend, qeli ka qeni pastërt, dhe ata o kolla akshamit e shiqojmë se në aksham fillon ditare. Për shembull, nëse anë dita shtun agjerim, edhe pse nuk e dim Allah saksisht, nëse anë dita shtun agjerim, ne bojmë taravi pikur ditën e gjumo. Apo? Pse për para një natë? Jo një natë për para. Po nata para ditës, se këto pleqët e mojnë men, se sahati kur ka qenë Allah turka, akshamin sa e kanë falë? Në 12. Qishme në 12? Në 12 ka qenë në saktësisht kur ka ardhë, apo? Koha e kujtë? Akshamit. Nga se në aksham ndrohen ditët. Për ata thojnë gjuma proma. Gjuma proma, kusha? Ejte, apo? E hanë proma. Këto të rritë nuk i din këtë të promët, apo? Këto i di vishtardmat, ju kanë përzi. A kurse ata që e kanë mërin kalendarin islam e din, se mas pari i paraprin nota, e pas ta i dita. Pra nëse a dita e shtun agjerim, na bojmë ki jam natën e gjumo. Pse natën e gjumo? Për shkak se a e shtun proma. Për shkak se a nota e shtunës. Për ata shikohet në aksham. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk na e ka kompliku kaq shumë dinin e Allahut. Për ata ka thonë dilni e shifni, nëse e shifni, agjeroni. Po në fund nëse e shifni, qelni dhe bani bajram. Po su duk, se pom, ka re, ka pengesa, a ka zgjidhe, ka i zgjidhe. Pejgamberi Allahu tha atëherë, atë muaj bane 30, 31, s'ka mo muaj në 31 hanor, atëre ban bajram, ti në këtë rast e ke përfil sunnetin e pejgamberit Allahut dhe logjikisht, shkencëtarisht, i ki mujt të gjithë për çka kësen, pejgamberi Allahut ka thonë,
filloni prej kur ta shifni hanën dhe mbaroni ku ta shifni hanën. A këto që e përpilojnë kalendarin me llogari astronomëve na thojnë filloni kur mos ta shifni hanën dhe mbarone kur mos ta shifni hanën, dhe për ata kja është sekreti që s'dalin hiq me këshirë. Por çka dalmi? Thot nuk duket. Pra pe din pejzire se nuk duket, apo? Për çka se janë bazuar në llogarin e astronomëve, që atë akata fillon këtë hupe hana krejt, të ne fillon kur duket hana, për ata ne mpak ma vonë ja fillojmë dhe ma vonë e mbarojmë. Kjo ishte disa fjalë për sqarim që mos të keq kuptohet se ne nuk dim ta vlerësojmë shkencën, nuk dim t'i vlerësojmë shkencëtarët, nuk e dim se çka do me thonë llogaria astronomëve, nuk e dim këtë dhe këtë, pra ne jemi musliman që pejgamberi Allahut këtë ibadet e ka thjeshtëzu, e ka bon let, për çka se dhe ai që janë shkretin, nëse shkojmë si pas llogaritëve të astronomëve, na i them ati ka dale një artim, për t'ja nis me agjeru njerë, duhesh më bo astronom, e pastaj me bo eksperiencë, e pastaj me këshirë honën a ka dale ajo, e pastaj me agjeru. Pra janë ata që ja kanë kompliku dinin e Allahut njerëzë, ne janë ata të cilët, pa motoja jonë është yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allahu don lehtësim e nuk do vështirësim. Allahu 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 Allah Allahu